Paris Saint-Germain. Which vessel? Sorry? Which vessel? How many goals? How many goals? 2-1. Po 1-0-2-1. Paris. Sa po më Puna një dusit tem. Të romi njëllën gjithësysh edhe Lautaro. Real Madridi do ta dorëzoj sonte epitetin e kampionit të Evropës, kjo pasi që sonte nga ora 21 në finalen e këtij edicioni të Ligës së Kampionëve do të ballafaqohen Paris Saint-Germain dhe Interi. Në një stadium impozant siç është ai i Bayern München Allianz Arena, me një kapacitet prej mbi 70.000 spektatorësh, pritet që kjo finale të ofrojë një spektakël të vërtet për gjithë 90 minutave, apo mbase edhe 120 të tillë nëse ndeshja shkon në vazhdime. Natyrisht, për shkak të kualitetit të dy skuadrave, kjo ndeshje është krejtësisht e paparashikueshme, por megjithatë, qytetarët kanë parashikimet e tyre për përfundimin e kësaj ndeshje. PSV. Sa po mendon që fiton PSV? Ka ekipën me kvalitet. Ka mesin e fushës shumë më të mirë se Interi, po edhe Interi me shpirtin luftarak. Besoj që ka më shumë lojë e vështirë, po mendoj që PSV fiton. Çish po parashikon rezultatin? Po 1-0-2-1 për PSV. Vazhdimesh do të ketë sipas teje. Ja, vazhdime s'ka. Fiton PSG-ja. Sa po mendon? Në 2 minuta. Po i shmang vazhdimet. Po, janë shumë atë fort PSG-ja. Në çfarë aspekti? Taktikisht, teknikisht, ka lojtarë ma potencial për me fitu lojën. Io sono Juventino, Forza Juve, Forza Juve. Inter. Forza Juve. Ma merr mendja se shanca është për Paris Saint-Germain në këtë vit. Se e kanë ekipin mjaft të fortë në këtë kohë. Po ma merr mendja që është 50%, nuk e di, saksisht. Ma merr mendja që Paris Saint-Germain ka shansën këtë vit për fitore. Me çfarë rezultati kishim mund të prognozu finalin? 2-1, ndoshta. I shmang vazhdimet gjithsesi? Jo, 2-1, ma merr mendja që 2-1 do të fiton Paris Saint-Germain. Ndoshta. Parisi. Sa po mendon? 2-1. Sa po mendon që fiton Parisi? Ma të fortë të në konsyje. Në cilat rekorde? Krejt, për gjithësi në konë ma të mirë. Ti po gjithsesi po i shmang vazhdimet, s'ka shumë të shmang. Edhe nëse vazhdime, apet Parisi. Parisi. Sa po mendon? 2-1. Sa po mendon që është Parisi më i fortë? Ma i forte. Në cilat të raporte? Sulm, mes fush, mbrojtje jo dhaq. Më i fortë Interi. Po. Interia Parisi. Interi Parisi finali i Ligës së Kampionëve. Parisi. Sa po mendon? Puna një dusit tem e ndritjet e ndrit latifit, për që ata ka me fitu. Në që hotër i ti. 2-0. Se këm përsia. Se ke përcia, jo? A Interi Parisi finalen e Ligës. T'ja po vit kush ki qef me fitu apo fiton? Apo fiton aty më vorët pej fotit, paka shumë se edhe fat është loja, edhe angazhimi kuptohet. Mirë po, unë kam qef Interi me fitu. Sa më sot mendon që mundet me fitu Interi? Ja, është lojë ma, 2-1, s'mëndet me pas shumë golla, 2-1 besoj. Paris Saint-Germain. Which vessel? Sorry? Which vessel? How many goals? How many goals? 2-1. For Paris Saint-Germain? Yeah, Are you sure? yeah, I am. Why? Because they're best. Inter gonna win, They're the Inter. best. We're the best in the world. We got the best player. Parisi. Sa po mendon që Parisi? Se janë ma të fortë. Sa po mendon që është në finale? 2-1. Në çfarë aspekti po është Parisi? Se janë ma të fortë, janë ma të ri edhe janë ma të motivum, po. E kanë hupe edhe finalen, ta që janë ma të fortë janë. Absolutisht, unë besoj shumë në Interin, për Allah ashtu është ekip jam që preferoj më shumë ti, besoj në rezultat 2-1 për Interin. Cila pika po mendon që është më e fortë Interi? Mes fush edhe Lautarën. Për ndrysh edhe mbrojtjen e ka super të fortë, me asë serbe një plak, po është të bujë një lojtë jashtëzakonshme. Hajde, mos e këtë fazë Interi, kush po mendon që jep çfarë të bëjë? Të romi njëllën gjithësysh edhe Lautarën. E se kush do të jetë sonte kampioni i ri e Evropës, PSG apo Interi, kjo do të mësohet nga ora 21 në Allianz Arena.